Ja ku këthujem përsëri që nderuar, jemi me doktor Lajçan, po flasim për komunën e Tuzit, po sjellim informacione, por edhe sugjerime, por edhe diçka domethënë që mendoj se duhet të bërë për të ardhmen, pasi i trememi shumë aty gjumi letargjik të Kosovës nga 2008 deri 2016, atë mos ndodhi kjo në vistet e tjera të shqiptarëve. Doktor Lajçaj, çfarë kanë përfituar shqiptarët ose vetë personat që kanë marrë pozita të rëndësishme në institucionet e rëndësishme të Malit të Zi dhe kanë parasysh që kanë qenë persona publik, Camajt dhe Gjeloshaj. Është mirë që të bëhet inkuadrimi i figurave gjithësisht persone politik në instancat qendrore që është siç është qeveria e Malit të Zi, është domethënë përfaqësimi i shqiptarëve në për institucione vërtet është i dobishëm, por pyetja është se sa e dobishme ka qenë për ne, edhe ajo është shumë e vërtet pyetje shumë në rregull, sepse unë mendoj se duhet jemi të inkuadruar dhe duhet jemi pjesë e çdo pushteti kudo që ekziston, flas kur është në pyetje që të thithin ndonjë buxhet për përmirësimin e malësisë, por në fakt i kam dëgjuar nga Ministri i Ekonomisë gjithësisht në kryetari i qeverisë zot Nik Gjeloshaj se ka pas disa, domethënë një buxhet që është paraqit për tu dhënë në një projekt për komunën e Tuzit, por nuk e di akoma është realizuar. E njëjta gjë, për shembull, kam edhe Ministri i Administratës Publike, normalisht se vërtet është ministër i administratës publike, po është administratë publike për Malin e Zi dhe nuk e di se vërtet ka komuna domethënë ndonjë ndihmë nga këtë pikë, përveç faktit se për rreth vetit ka disa shqiptar të punësuar në zyret e tij, për çka e vlerësoj, po ashtu edhe në kryetari i kuvendit, domethënë nuk mendoj se e kemi marrë aq domethënë shpërblim ose atë nëse mund ta themi atë meritën e dur që të na kthehet ose atë interes vetëm me përfaqësimin në pushtetin qendror ta kemi domethënë me interes, nuk mendoj se pra unë nuk e kam pa, ndoshta ka diçka që unë nuk e shoh, por faktikisht unë nuk e kam pa se vërtet ka pas një ndryshim në lidhje me ngritjen ekonomike ose përmirësimin e gjendjes së shqiptarëve. Pra kjo është një çështje që ndoshta duhet diskutuar, ndoshta në të ardhmen do të jetë akoma më mirë, por për momentin nuk e shoh. Ka faktikisht shumë reagime për qëndrimin e tyre, që të jemi të sinqert, por s'është tematika për sot. Doktor, cilat janë disa nga këshillat tuaja që ju do të thoshit për shikuesit që jetojnë në emigracion me atë njohuri që keni juve, edhe çfarë duhet bëjnë lidhur me pronat? Unë mendoj se si lido prej nesh që kemi pronat, duhet të kemi kujdes, domethënë në radhë parë duhet, sepse ligjet atje ndryshojnë çdo ditë. Normalisht nëse dikush ka dëshirë për të investuar në vendlindje, ajo do ishte gjaja më e madhe, por në asnjë mënyrë nuk duhet t'i mohojmë dhe normalisht se çdo gjë që është në të mirën e zonës se ku e ke pronën, qoftë rrjeti ujit, qoftë rrugat, qoftë kanalizimet, domethënë neve duhet jemi të interesuar dhe t'i rregullojmë në atë nivel që duhet t'i rregullojmë, sepse nuk e dihet, ndoshta pas disa vitesh, edhe nëse neve nuk kthehemi, do kthejmë fëmijët tanë, dikush mund të themi është e pamujtun, unë nuk e shoh të pamujtun, sepse mua po të më kishe pyetur deri në moshën 33 vjet, pra jam munduar, jam përpjek për gjitha pikat që mos largohem nga malësia. Pra duhet të jetoj atje. Unë kam qenë këtu për herë të parë kur kam pas moshën 23 vjeçare e gjys, kam pa mundësinë akoma më të mirë me qendrën me vazhdo, po vetëm ky fakt që nuk kam dash me u largua, pra është stërgjat deri në atë kohë që vërtet vendosa të vi. Pra ashtu siç vendosa të vi, nuk është të thënë se nuk do të vendoset të kthehet dikush. Dhe duhet t'i kem parasysh, duhet t'i kem kujdes. E di se ka fillon një fenomen i shitjes,
po dhe ky fenomen i shitjes nuk është e laq i mirë për faktin se aty vinë, domethënë, popullat jo shqiptare, dhe popullata jo shqiptare ndryshon demografin e malësisë dhe ai ndryshim neve na ndikon shumë negativ. Domethënë, kjo është gjë shumë e dobët, shumë e keqe. Dhe mendoj që edhe në këtë pikë duhet ta kem parasysh. Është shumë e lehtë, domethënë, ta shesim tokën e të parëve tonë, sepse kanë fituar ata, por amalla nëse e shesim, duhet dim se ku ja shesim, mos ta sjellim, siç thot ajo fjala, mos ta sjellim ujkun në borr të shtëpisë tonë. Doktor Luli, një analist i mirë edhe njohës i përkryer i zonës së komunës Tuzit edhe të politikës ndoshta globale të Malit të Zi, se jeni rritur por edhe mbani kontakte aktualisht. Duke marrë parasysh lëvizjet demografike, por edhe më brenda dhe vetë Malit të Zi, por edhe lëvizjet jashtë në emigracion ose në vendet tjera, por edhe lëvizjet politike. Në zgjedhjet e ardhshme që do të vinë për komunën e Tuzit, ju mendoni se do të jetë raportet që kanë qenë në zgjedhjet e kaluara, apo duhet të bëjmë kujdes, a duhet të punojmë qyshtash për zgjedhjet për atë periudhë, për atë kohë? Mendoj se duhet të jetë edhe, domethënë, ky vit që kemi 2026 është vit edhe provë për ta, që kanë rastin dhe mundësinë të punojnë akoma më mirë dhe të jenë bindës edhe për votuesit atje, por normalisht të jenë edhe bindës akoma edhe për diasporën këtu. Unë personalisht jam i mendimit se edhe nëse do shta mbando një ndryshim mes partish, unë jam i mendimit 100% që pushtetin në komunën e Tuzit duhet të jenë shqiptarët me do mas. Jo duhet të jenë, ne po flasim a është mundësia që të jenë? Po duhet të bajmë çmos që të jenë, pra ata duhet të punojnë ditën natë, që sot duhet të bajnë çmos, që sot duhet të punojnë me elektoratin, me realizimin e projekteve, me fillimin e projekteve, me punën e projekteve që janë filluar, ndoshta nuk janë përfunduar, domethënë ata edhe fatmirësisht sot kanë një buxhet historik që është 12.895.072 euro, që faktikisht për komunën e Tuzit është i mjaftuar, nuk flasim mjaftueshëm, por është modest, se i mjaftueshëm nuk është asnjë, por modest, dhe jo vetëm përveç asaj, pra duhet të qasen shumë më afër, të jenë shumë më afër votuesit, duhet të komunikojnë, pra leta ndërprejnë atë retoriken e politikanëve shqiptar. Politikanë shqiptar duken tek votuesi një muaj para votimeve, dhe ku janë për këta 4 vjet. Unë mendoj që politikanë gjithsesht pushtetarët në komunën e Tuzit, të them sinqerisht, unë kam një bindje pozitive që kanë një energji shumë pozitive. Por atë energji pozitive duhet ta ndajnë akoma dhe ma shumë edhe tek ata që ndoshta nuk i duan, edhe tek ata që ndoshta janë të pabinshëm, sepse bashkëpunimi më i thellë edhe me qytetarët, si mrena në Malësi, si jashtë, flas kur në diasporë, krijon një lidhje, dhe ajo lidhje krijon besueshmëri. Dhe kur krijon një besueshmëri, domethënë ti faktikisht ndihesh më i lirë dhe më mirë edhe si pushtet, po edhe si politikan. Pra ata duhet t'i vishën punës, dhe besoj që do ta kemi edhe një fitore tjetër në vitin 2027 pra shqiptar. Nuk kam listë emrash ose personash, por me do mos të jenë shqiptar, sepse të ka lezet shpirti edhe kënaqësi kur shkon aty, domethënë ti komunikon shqip edhe e ndjen një frym shqip. Pavarësisht se i kanë akoma disa për një arsye ose tjetër aty në administratë që i mbajnë që ndoshta edhe nuk duan me fol shqip, që me ligj malezes, domethënë për të punësuar aty duhet dish 2 gjuhë, edhe malezezën edhe shqipen. Dhe në qovë se dikush bisedon shqip, ti duhet flash shqip. Unë kisha një gjys aksidentit vitin e kaluar, shkova të në komunë, edhe po nifja unë atë person. Ai personi ka kënë si gjenerate imja, por është marrë kështu me komunë, flas në ato sportelet, edhe unë i drejtohem shqip, ajo më drejtohet në gjuhën slave.
thash vetë, po thash, a nuk merr vesh thom shqip, thom, edhe e thirri me emën. Jo, tha, nuk e kuptoj, thash, thom, ti ke thom, i punësum, thom, ilegalisht, thom, se ti, thom, me liqë, thom, ti duesh, ditë, u zgjua, u quan nga karriga, u largu ati, nese doli një tjetër, jo, thom, nuk kam nevojë, unë me bisedo me ty, unë do me bisedo se kjo është zyrtar këto, edhe këtë duhet të flasin gjuhën shqipe, për ndryshe, do më dha kënë ka i punësuar ilegalisht. Edhe ba pak ajo punë, nëse, pra këto çështje neve duhet t'i pastrojmë, edhe ata duhet t'i pastrojmë, pavarësisht parasysh se sa shok janë me njërin në tjetrin, të lutem zotëri, ti bën këtë punë, ti bën këtë punë, ti nuk mund t'jesh para një popullit ose nëse me ligj, nëse vjen nana ime nuk e flet gjuhën malazez ose halla ose tezi ose joti atjerë, ato nuk flasin shqip, ato duhet trajtohen tamam si shqiptare, ta flas gjuhën që ato flasin. Marr ajo punë. Pra neve jemi në Amerikë, për shembull, hym testet për grahit makinës ose tjera, ose shkon në spital, automatikisht në gjuhë e flet, automatikisht gjinen aty. E jo aty të rrinë një person krejt ditën, për shembull, një arrogancë aq të madhe. Nëse këto janë ndoshta imësina, por nëse nuk thellohesh në imësina, edhe pushtetarë që janë sot, edhe politikan, imësinat janë ato që shkaktojnë problemin më të madh. Pra njeriu nuk bati smur, po supozojmë 100%, ajo smundje ka filluar me kohën, deri në momentin që është e bamadhe. Edhe besoj, shpresoj që këta do të thirrin, domethënë pak a shumë mendje se në këtë pikë që duhet fillojnë të angazhohen, që sot dhe të krijojnë një lidhje shumë të fortë, bashkëpunimi edhe me diasporën, ku besoj se me 2017 do jemi atje përsëri. Megjithëse unë nuk kam llaç fat se kur shkoj atje me votua, ka 3 ditë sillet herët, jo po borë, jo po aeroplani, jo po negnena, edhe mbrej mas që mbyllet votimet. Po mirë, doktor, unë të falenderoj shumë për prezencën në këtë emision, për gjitha informacionet solle, për sugjerimet, këshillat, që ju paraqitet, me shpresë që edhe të ftuar të tjerë të sjellin eksperiencën e tyre, të sjellin, është e nevojshme që duke folur për këtë periudhë 8 vjeçare, është mirë që të përmirësojmë gjërat për 2027. Ky është edhe qëllimi i emisioneve tona, që të ketë një vazhdimsi e të bëhet e përhershme komuna e Tuzit, shtëpia e shqiptarëve, siç është në realitet, siç e ka lënë Zoti, ashtu ta administrojnë vetë. Falenderoj juve, Allah vërtet e falenderoj për kohën, kjo është një temë jashtëzakonisht e mirë, dhe besoj se ata do të ndihen, domethënë mirë, dhe do të përjetojnë këtë thirrje shoqërore, vllazërore, vetëm për përmirësimet e duhura për të arritur suksesin në vitin 2027. Dhe besoj do të ndihen për njerëz që ndoshta e kanë pas planifikuar të fillojnë në shtator ose tetor, dhe kështu mund t'ja fillojnë që në janar të përgatiten për zgjedhjet që do vinë. Faleminderit. Të falenderoj, shikues nderuar, ju falenderoj ju në emrin tim dhe në emrin e doktor Antonit për vëmendjen dhe mirupafshim me një të ftuar tjetër në emisionin Diaspora Shqiptare dhe Vendlindja për tematika, për çështjet të cilat mendojmë të japim mendimet tona që të zhvillohen dhe të drejtohen dhe të bëhen më mirë. Deri atëherë, mirupafshim.